Roma Tetov, të nderuar rinista, zonja motra nëna të forumit të gruas, tetovar të dashur, miqtë e mi të Vlenit, është ky i vetmi fjalim që më kanë rrok pak emocionet, t'i them drejt. Me gjithë ato fjalime, sonte ndihem më emocional se kur. Kjo sepse në nëntor të 2023-s ne filluam një rrugtim së bashku, një lloj udhëtimi pak të vështirë që kërkush nuk besonte që do vim deri këtu. Dhe unë besoj thellë që nervoza, agresiviteti i BDI-s, AKI-s, edhe i shumë të tjerëve është pikërisht sepse nuk e kanë besuar që disa një grusht burrash të vegjël në fuqinë politike do mbrin të bashkohen që një mision thujse i pamundur të shqiptarët, edhe do mposhtin pushtetin 23 vjeçar i kapur si kanxhat pas shtetit ku jetojmë ne. Këtë nuk kanë mundur ta besojnë edhe nuk na pranojnë ende. Pikrisht kjo i tërbon edhe i ka bërë këta kaq agresiv. Korupcioni që ata e kanë, privilegjet të pamerituara, nepotizmi, pasurimi i tyre, fëmijët në për shkolla private e pacientët në për spitale private, gjithë to privilegje, heqja dorë nga këto i ka bërë të tërbuar. Ju lutem, me një vot në 19 tetor, e dham kundër korupcionit, e dham kundër mungesës të investimeve, e dham kundër gjithë kësajt në përkëmbje, kundër gjithë emigracionit dhe shpopullimit shqiptarve. Më 2 nëntor, ta bëjmë ndryshimin historik, edhe me një vot, ju lutem, edhe me një vot. Ta bëjmë ndryshimin historik, sepse ja vlen, duhet ta dumi vetën, neve vlen gjithë. Ju falimderit dhe na prifte mbara festofshin në 2 nëntor të gjithë ne si shqiptarë. Ju falimderit.